se mendoj kështu mund ta ketë një 2-3% që të jetë më pak se në zgjedhjet e shkurtit. Mirë po nuk e di sa do dalin ma mirë edhe partitë e ish opozitës. Mendoj që populli votuesi në Kosovë e ka, mund të them kështu, një mbushje dhe mund të ketë, them drejtën, edhe revanshe të cilat në vot mund të preken. Ndoshta të gjitha sovjet, po sidomos partinë e parë. Por prapse do kemi një ngërç politik, sepse rezultati parafërsisht do jetë i njëjtë. Nuk mendoj që do kemi shumë mundësi që të kemi një rezultat të qartë. Ka kaluar koha nga viti 2021, nuk mund të ketë subjekt politik që ka përcen 40, 42 ose 45%. Do thotë ajo, si thonë gjermanët, ka ndodhur einmalig, një herë ka ndodhur dhe nuk kemi një situatë të tillë, sepse gjithë njerëzit kanë shpresuar që ardhja një partie të re në pushtet mund të ketë ndryshime. Përkundrazi u pa që rezultatet janë të vogla, minimale. Ndërkohë kalojmë pak te samiti që po mbahet dita e dytë në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Si keni parë vendet e Ballkanit perëndimor dhe qartazi ishte një qasje e ftohtë Rama me Kurti? Po si duket raportet e tilla të dy liderëve, kryeministit në detyrë dhe kryeministit të zgjedhur në Shqipëri, zotit Rama, ka duket një lloj afrimi ka në meset kuluarët kur janë me përfaqësues të huaj, por si duket ajo është, mund të them, një shprehje që tregon një lloj afërsie fallso, me sa duket. Realisht duhet të ishte e kundërta. Mirë po u pam duket edhe gjatë asaj përshëndetjes që ke së bashku duke dalë dhe prap një kthesë e Ramës tek Kristian Mickovski dhe Marta Kos, u pa që diçka ose ka qenë një situatë që mund të them që tregon edhe vetë fotoja që ka mund të ketë ndonjë lëvizje jo të dëshirueshme, por mendoj që Vučići nuk ka qenë në takim, për shkak të kuptohet edhe probleme të brendshme, dhe ka qenë edhe në Spanjë dhe ka pas takime dhe nuk është, më duket për to, nuk ka qenë shumë e rëndësishme ky takim. Takimi i tillë Komisioneres Evropiane për zgjerim zonjës Marta Kos ka qenë, më të them, kryesisht i orientuar që në gjatë vendet e Ballkanit Perëndimor të thellohen reformat, dhe besoj që 4 shtyllat kryesore në të cilat Unioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor i ka parasysh që do jenë do thotë nga këto 4 shtylla është rëndësishme që të përmendet se forcimi i integrimeve ekonomike dhe integrimeve në tregun evropian, dhe dyta pastaj forcimi i tregut në Ballkanin Perëndimor, sidomos në rajonin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, thellimi dhe reformave dhe financimi i këtyre reformave. Do thotë 6 miliardë që i projektuar me 8 nëntor 2023 ka ose më duket në zhagitje dhe pengesa. Kosova ka qenë, mund të them drejtën, padrejtisht mund të them kështu dënuar me disa masa ndeshkuese për shkak të, sipas institucioneve të Unionit Evropian, për shkak të shkallëzimit të situatës në veri. Dhe këtë përshkallëzim do thotë pastaj është ai rata e parë, mund të them, ose rimbursimi i parë për Kosovën 61 milionësh. Por Kosova është në fazën e mesas, ende nuk është kandidat, vendet tjera do thotë janë në hapat e tjera dhe hapa para, dhe mendoj që Unioni Evropian nuk e ka një qasje shumë pozitive, më të them kështu ma kombëgurse për të pas një drejtësi në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Mendoj që takimi i tillë në Shkup ka rëndësinë e vet, meqense se çdo takim me palën serbe nga ana e Kosovës janë takime politike, edhe ndeshje sportive kanë karakterin politik dhe marrin karakter politik. Por mendoj për momentin Kosova është më rëndësi që të përfitojë nga këto mjete, sepse janë infuzion shumë i rëndësishëm për zhvillimin